Viktoria. Ja të kësh në sken. Ja dhe ta shërmiqimi në këtë pjesë të tretë, jemi live dhe live çfarë nuk ndodh. Po nuk i ndajmë gjitha me njëri tjetrin. Ja këtu jam. Një falënderim i veçantë shkon për ujin, Glina, një mrekulli e natyrës me 50 vite histori suksesi që na bën shumë krenar. Sonte keni vendosur që të luani me mua. Okej, sonte në këtë pjesë të tretë kemi një moment decisiv. Shumë të rëndësishëm, para pak qasësh unë mbyll atë votimin dhe jo më larg se në këtë pjesë do të jemi me emrin e finalistit të tretë të Ferma VIP 2. Por para se të shkojmë atje, dhe përpara se unë të mirë pres zarfin, një tjetër nga ato mësimet interesante që Ferma, dhe unë i kam aq shumë zeli këto fermerët tanë kanë mësuar gjatë të rrugtimi, është ajo e hipizmit, ose shqip e kalerimit. Dhe më thonë, sa thash unë, e thash të një nga mbledhjet, thash që kam vendosur që të bëj diçka më shumë se sa fermerët të mësoj të kaleroj. Edhe do futesha në një kurs. Ja, ma morën prap në këtes. Prap din ata para meje të kalerojnë. Kanë patur një sfidë shumë interesante në këtë javë, nuk besoj që i keni ndjekur apo jo. Një nga ato sfidat që unë do i dëshiroja shumë. Gocat qeshin, dini të kaleroni? Shumë eksperiencë në kalerim. Ke shumë eksperiencë? E kam vërtet? Po, e kam mësuar në struk madje. Në struk? Arab. Arab. Po dhe këshu janë lojet e kuajve, ke kuaj arab, ke amshor holandez, ke amshor... Kuajt arab janë kuajt më miqësor që mund t'i kesh, edhe sigurisht që janë më mirë për t'i pasur, për të mësuar, për të kaleruar. Ditë kalerosh, ditë ta bësh atë lëvizjen e kalit, që ka një teknik. Po, pa tjetër. Edhe Edhe si pas stilit Amerikan dhe si pas stilit Anglis, të dyja. Ua, sa bravo, Fitër se ju bë interesant. Nuk e dëgjova. Fitër stili Amerikan, se këtë e njohë të tjetër. Tani, Ka pak ndryshime, po jemi më mirë akoma ka sa të është ora, mos ta bastardojmë. Mos ta bastardojmë. E kisha vërtet për pjesën e... Do me të që është nga sportet më të bukura. Edhe ne jemi për këtë po flasim, çfarë bastardimi po thua. Mirë, dakord. Mirë, mjafton. A ke rënë ndonjëherë nga kali? Mos i këtë përgjigje, Alba. Kuajt... Okej. Do shkojmë tek arena e brëndshme. Shkojmë tek arena e brëndshme. Fermer! Jam me ju të herë për një nga sfidat interesante që keni patur gjatë kësaj jave, ajo e kalerimit. Besoj e keni shijuar, apo jo? Shumë faleminderit. Keni qenë shumë bukur aty, ndërkohë nuk e kuptoja Big Mamën që... Në më thonë, o Big Mama, 2 metra gocmi, gru, si me ke frikë? Rrimi ti mos mi nxjerë gjitha në mejdanit, i kush, që më trem. A e pa si hypa, kali 3 metre, unë 2 metre. E përballove me sukses. I hypa edhe kali. Okej, do e shohim bashkë të klip interesant, edhe pastaj Albano ka një renditje për t'ju treguar. Wow. E ndikim bashkë.